Ja ku jemi rikthyer dhe tani në kuadër të filmave që ishim duke diskutuar së bashku Viola, filmave që kanë brenda tyre një figurë të gruas si një reflektim mbi rolin e saj në shoqëri, po një reflektim gjithashtu edhe mbi botën emocionale, mbi dashurinë. Padyshim, kemi kënaqësinë që ta vazhdojmë këtë emision, këtë puntat me një personazh shumë të veçantë dhe të dashur gjithashtu. Një personazh për cilin un kam një vlerësim të jashtëzakonshëm, për vetë faktin që ajo çfarë duket tabu për botën është e zakonshme në librat me poezi apo qoftë edhe prozë të Rita Petros. Mirë se erdhe në Kinotek. Mirë se erdhe. Dhe për mua është një kënaqësi e madhe kur ju kam parë podcastin tuaj, se tani ka shumë podcaste, po ka mendua më në fund edhe një podcast shumë i mirë, përveç 2-3-ve që unë vlerësoj, po që keni qenë të preferuarit e mi, dhe është e habitshme që kur mora telefonatën tuaj, për ftesë e pranova me shumë. E di që kjo që thua është e vërtetë, sepse ma ke thënë edhe përpara regjistrimit, kështu që e besoj dhe të falenderoj shumë. Nuk më duket Rita më na lejo të drejtohemi me ti. Patjetër. Nuk më duket ai njeriu që mund të bëj lajka edhe të bëj shefin, ëh, për sa kohë është aq. E ti kam një fjalë të mirë, e them, po jo kaq të veçanta, i them fjalët vetëm kur i besoj. Dhe e besoj edhe këtë që thua ti Viola, që Rita nuk është nga ata persona që bën lajka, sepse në fakt pena e Ritës është shumë e fortë. Rita di të kritikoj, di ta përdor tamam, po përdor një figurë letrare, di ta përdor penën si thik, që çan mishin për të parë se çfarë ka brenda në fakt. Sa e bukur, më pëlqeu shumë kjo. Më erdhi spontanisht, nuk e kisha menduar më përpara këtë moment. Ndonjëherë presim nga kritikët gjëra të tilla dhe ke shkuar tamam tek një poezia ime, e cila është që tamam ato dhimbjet e lindjes që provon gruaja, që mund të provojë vetëm gruaja dhe ju burrat nuk e keni këtë privilegj që ndjen që shtyn me forcë poshtë, edhe në fund fare thot, po çfarë është kjo që kam në dorën time që ka truri jashtë? Pse a mund të mendoj dhe a mund të shkruaj njeriu me trurin e larë në gjak në duart e mia? Është pak makabre, po ajo që thatë ju ma kujtoi pikërisht këtë poezi. Më vjen mirë. Dhe në fakt ka libra që janë shkruar për të zbukuruar botën, por veprat e tua duken si përpjekje për ta zgjuar. Pse ky stil? Natyrshëm dikush do të pyeste, mos ndoshta të gjesh një mënyrë të tillë për t'u afruar tek publiku, të jep akoma edhe më shumë sukses, sepse po zgjedh diçka që të tjerët ndoshta stepen ta bëjnë, apo vjen natyrshëm? Me thënë drejtën, Viola, më pëlqen për këtë pyetje, se nuk është se ma kanë bërë, po në realitet është që unë kam një ndryshim shumë të madh si Rit në jetën e përditshme, në mënyrën si punoj, si komunikoj me njerëzit, dhe kam një ndryshim shumë të madh me stilin e të shkruarit. Do me thënë, ajo egërsia ime, ajo papajtueshmëria ime ndaj veseve njerëzore, mendoj se më vjen shumë natyrshëm, dhe vërtet pena ime sa shkruan poezi lirike, ai shkruan dhe këto lloj poezish që në momentin e parë të duken vërtet tronditse, por në qoftë se ato janë tronditse që të bëjnë ty të shohësh brenda vetes tënde, ta qash ato veten tënde me një thik të lehtë, si një bisturi të lehtë për të parë se çka ke brenda vetes, atëherë ajo është vërtet tronditse, dhe mua kjo, me thënë drejtën, më ka ardhur shumë natyrshëm. Kjo lloj sarkazmi, ironia, po jo se e kam me tjerët. Unë e bëj me veten time. Unë jam si ai mjeku i cili i provon edhe kur zbulon një ilaç, një gjë kundër viruseve. Jam tamam si ai mjeku që e provoj në trupin tim. Dhe kjo, se unë shkruaj vetën e parë, dhe kjo më ka bërë, do me thënë, që njerëzit ti trondisi, se ju duke si kur shkruaj për ata, unë fakt kam shkruajtur për veten time. Më vjen natyrshëm të të pyes, a zgjedhin njerëzit të jenë sipërfaqësor, po themi që mos shohin tek e brendshme, mos t'i analizojnë thellë gjërat, vetëm për të marrë pak lumturi dhe për të mos u përfshirë, se ndonjëherë kur mendon gjatë për gjërat, bëhen aq të vështira sa që ta komplikojnë jetën. Shumica lexon vetëm nën titull, e din fare mirë, 1 sekond, 1 minutë, bën, s'bën. Kemi atë mentalitetin që poezia duhet të jetë romantike, poezia duhet shkruaj për hënën ose sentimentale, ka humbur një njeri i dashur,
Edhe patjetër që është e mrekullueshme poezia e Dritroit në radhë të librave do mëgjesh dhe lotojmë të gjithë, por ka edhe poezi që të trondisin dhe që e shohin komplet përmbys këtë raport që ja që dhe me mungesën tënde, shkruaj unë, jeta që nga kaq e bukur. Do të ka dhe disa mënyra këndvështrimi të mungesës së njerëzve të dashur që si kemi më.